Qëto. Dhe edhe që me qenë se po bën një histori flotës. Mendoj se jam pjesë e flotës. Dhe ditëm vetëm kaq që ecuria, ka qenë jam i kënaqur me ecurinë që kemi pas. Pavarësisht vështirësive, sepse e kemi nis jo unë, po edhe shokët e mi, prezim, edhe shumë tjerë e kemi nis. Do të fili çik më hip. Edhe ma bie çes. E kemi nis me përgjegjësi nga më minimale, më të vogla. Kemi kalu shkallë. Kemi fillu në 2000-shin, kur jemi komandu për herë të parë. Ishin e pallës si komandant për anijet e vogla ushtarake që pa qenë atje. Sot jemi në 2018, bëhen 18 vjet. Unë jam 40 vjeç. Dhe qësë jo unë janë dhe një pjesë e mirë shokëve të mi. Dhe nga vëqeri parë, marinarë fillimisht, për anijet e për kantierat, që kemi kohë gjithë. Vëqeri parë, kapiten, për anijet, me këto komendat e reja, pjesët e reja. Jeni njohur, jeni updetuar rregullisht me këta. Jeni updetuar rregullisht. Në kompani menaxhimit sigurt 10 vjet. Do ecim me radhë, dëgjoj, kapiten. Do të ecim kështu, kapiten. Mbaruat me darten. Me darten deri në ç'viti punuat? Me darten pak kam punuar. Sepse për ato arsye të puna. Kam punuar vjet tjera pastaj. Me cilë të një, për shembull? Kam punuar me test me Raifi G. Kompania Raifi G, edhe me njësësh Raifi G, dhe aty pak punova. Po oficeri parë. Pastaj, jo, aty kam qenë kapitan. Janë shumë e vogël, anije e prodhimit shqiptar, 500 tonë. Me këto të kantierit, si e ka pas emrin dikur apo s'e? Raifi G ka qenë Shamet Luli. Po, e kam ndjekur atë. Prandaj duhet t'i lidh këto se më intereson kjo. Po. Prej aty pastaj kam punuar te kompani Anpsietra. Si kapiten, çfarë portash ke prekur kështu? Bari princip, pak rrugë. Kryesisht në Adriatik. Pra, flemi Rafa Adriatikun, me këta një ke Rafa Adriatikun. Okej. Po. Pas asaj kam punuar tek një kompani tjetër, Alpsi Transport. Sot është kompani prej atëherë deri sot vazhdon të jetë permanente pronare një Freudi. Kam Freudi. Një Freudi 1. E kena një mjetë që për nga masia ka dhe vejtë, nuk e vjetem për 2 vjetë e gjusë reshtë. Pa shkotit, nga aty pastaj kompani tjera pastaj.